Një kujtim nga ti, Po. çfarë na ke sjell? Që kjo konë pjesa ma problematike e emisionit, për arsye që e kam mendu gjatë që ka me sjellë dhe nuk mbiken mend diçka, deri sa e mendova... Ose të bishin shumë gjana që ka mendova. Ose të bishin shumë gjana, po. E deri sa e mendova një objekt, cilin e kam gjatë, e ruj gjatë, edhe e kam sjell një gure, jo për shkak të mbiemrit tim, që e kam gure. Okej. Ky është një gure, cilin e kam marrë në, kur kam qenë shumë i vogël, në majën e Lubotenit. Wow, ke qenë Luboten? Çfarë moshe ke qenë? Unë në Luboten shkoj gati se çdo vit. Gati çdo vit? Po, për herë të parë kam qenë në vitin 2002, për afërsisht i kam pas 4 ose 5 vite. Aq i vogël? Aq i vogël, edhe për atë arsye edhe kam zgjedh vendosa me pru këtë objekt. Fillimisht edhe për shkak të unë jem rrit në Ferizaj edhe për shkak të afërsisë edhe gjeografike, moja e Lubotenit është shumë afër edhe çdo mëngjes, sa jem zgjun mëngjes prej drytarës, shihet moja e Lubotenit. Është madhështore ajo. Është madhështore dhe në mendoj që është njëna prej mojave më të bukura që i ka Kosova, është njëna prej pasurive më të mëdha që i ka Kosova, edhe është moja absolutisht më e bukur e maleve të Sharrit. Po ky guri ka shumë rëndësi për mua, jo veç pse e ka marrë prej mojës së Lubotenit, mirë po edhe këtu po du me shpreh edhe rastin me falenderu dy prindtë me që janë munu gjatë krejt jetës me na eduku të gjithë fëmijëve edhe me na lidhë, me na bë me dasht natyren, me dasht malin, me i dasht ecjet në mal, do me thonë, edhe vazhdimisht ata janë për kujdes që gjithmonë, sa kemi pas kotlije, sa kemi pas vikende, pushime verore, pushime pranverore, me i kalu në përbjesht e Kosovës. Po mas shumëte kemi qenë në Luboten, pra po e potencoj edhe për shkak të afërsisë gjeografike, edhe Luboteni e ka një vend veçantë në zemrën tem, për arsye që i kam kujtimet më të mira të fëminisë, që ato i kujtoj kur jemi mbledh krejt si familje, kemi shku, kemi bo piknik, kemi bo camping, kemi qëndru disa net, edhe na kanë mësu prind ashtu qysh me mbjetu në kushte malore, qysh me përgadit, qysh me ndez zjarrin, qysh me ngrit tenda, do me thonë, edhe kam shumë kujtime me Lubotenin, kështu që kjo ka qenë njëna prej arsyeve. Kur e ke marrë këtë gur, që sa vjet e ki? Besoj që i kom bi 20 vite. Bi 20 vjet që e ke gurin, e run? Po, absolutisht, po. Okej, urem mos me na hu. Tani, Luboteni lidhet edhe me atë anën e mistikës, si maj, pastaj e ka dhe atë ditën kur shihet edhe... Po, është data 2 gusht, është data 2 gusht. Ndërmjet një 2 gushtit duhet me prit natën, e ke prit natën atje në njëra, po... Po, kam qenë njëherë, e kam plan. Po, është 2 gushte, kur frekuentohet prej shumë njerëzve me data 2 gusht shkojnë aty, edhe është kur lind dielli, pak para lindjes... Shihet Selaniku, do më thonë është vetmja datë gjithmonë. Pak para lindjes diellit, do më thonë duke lind dielli, shihet pjesa gati se mas shumë të e Kosovës, e shihet Tetova, Selaniku, mirë po, është kuriozitet se edhe kur s'është qajo datë, shihet një pjesë kogjo e madhe e Kosovës, shihet një pjesë e Maqedonisë. Edhe Prishtina veç Lubotenin e shihet.